presim pa durim ardhin e Edi Ramës kryeministër për të ndryshuar vendin. Mësuesit që i bën presion për të kaluar apo që sot na japin mundësinë të pasurohemi me programin e palodhur dhe të pareshtur. Prindërve tanë e atyre të rinjve që votojnë për të ardhmen. E them me bindje që ju banorë të kësaj zone do të votoni Partinë Socialiste sepse keni besim te kjo forcë, keni besim te programi ynë, keni besim tek ndryshimi i vendit tonë. Sot jetojmë në një realitet hidhur ku papunësia është ulur këmbë kryq, varfëria në këtë zonë është ulur këmbë kryq. Pushteti lokal me gjithë vështirësitë që ka patur ka mundur të bëj jo aq sa ju do të dëshironit, sepse Sali Berisha ja preu fondet. Prandaj do punojmë të gjithë bashkë, që me 23 qershor t'i bindim njerëzit votojnë për Partinë Socialiste, t'i bindim votuesit për herë të parë, t'i bindim të rinj, t'i bindim ato njerëz që kanë besuar të rritjet tek Partia Demokratike, kanë besuar tek ndryshimi dhe nuk kanë mundur të prekin asgjë. Të gjithë së bashku të votojmë Partinë Socialiste, të votojmë Edi Ramën kryeministër. Këtë mbështetje që ju po na jepni, t'jeni të sigurt që ne do ju shpërblejmë ona që i japin rrugë sipërmarrjes. Prandaj dhe i shikoni këtë të merr pafund. Prandaj me besim ju falenderoj shumë.